Lezhë po kalon sërish një situatë të vështirë si pasojë e motit të keq me rreshje të dendura shiu. Problematika më e madhe paraqitet në bregun e Matës, pas çarjes së argjinaturës së lagunës së Vajinit, e cila po shkarkon sasi të mëdha uji drejt kanalit kullues. Si pasojë, niveli i ujit është rritur ndjeshëm, duke përmbytur 10 hektar tokë bujqësore, edhe është vënë në rrezik e gjithë zona e banuar e bregut të Matës. Banorët e zonës shprehen se kjo pjesë e argjinaturës ishte problematike prej kohësh, edhe duhet të ishte forcuar më herët, bashkë me hapjen e grykderdhjes drejt detit për të shmangur grumbullimin e prurjeve. Me përmit me mijëra hektar, se përmitet nga zemeni, nga tokat e zemenit deri bregu i Matës komplet. Kjo katastrofë mërë, jo qetësuse, në skemë ka shkojmë. Rrezikohet familje, unë veti pensi, rrezikohet në mumi, s'kam ka shkojnë. Ishte është me i marë masat me kohë. Jena ndimin na, nuk jena në korrike në gusht, se nuk ka reshje, ka reshje, se dim një 2 u përgatit. O, për my, dhe për sotën si në 60-ën, si nuk ka qenë shki hidrover hala. Një loja bon, kreta spitën të reshe tanë pjesa rrilës komplet me të në ujë. Ka shku skavatori, e ka një zgryken, e ka hap, e ka shu 10 metra pa bashku me detin, kanë shku e kanë hek skavatori, me elan gryken, mos me hap. Ja me zhavor nuk mushet, zhavorin e merë sa, do në me hedhë atë rrellë se, shku mushkaj. Në lidhje me situatën e krijuar, nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Fation Zefi, ka bërë të ditur se për mbrëmjes së djeshme ka nisur puna për riparimin e argjinaturës, edhe se shpresojmë se brenda një kohe të shpejtë ajo të mbyllet plotësisht për të shmangur rrezikun. Fragmenti i argjinaturës së lagunës së Vajinit që lidhet me kanalin Spitën hidrovor ka psuar një thyerje dhe gjitha strukturat e Bashkisë Lezhë, bashkëpunim dhe me bordin e kullimit janë angazhuar, kanë ardhur në terren, kanë bërë vlerësimin e situatës. Është lajmëruar AKMC-ja, ka ardhur mbështetje nga forcat armatosura për të qëndruar nga dëshmëri në raste nevoje për evakuimin e banorëve. Puna ka filluar në mesnatë, ku janë njoftuar disa kompani private të cilat po na suportojnë me automjete për transportimin e materialeve inerte, që do të bëjnë mbylljen e argjinaturës. Kanë hedhur rreth 5 kamiona dhe shpresojmë që para dreke kemi realizuar mbylljen. Autoritetet lokale ndodhen në monitorim të vazhdueshëm të situatës, ndërsa rreziku për përmbytje mbetet i lartë, pasi rreshjet e shiut kanë vijuar dhe gjatë natës së ditës së njëjtë.